Për 8 ditë ishin bashkë në trajnime për mbrojtjen e personave shumë të rëndësishëm. Pjesëtarët e mbrojtjes së afërt të policisë së Kosovës u trajnuan nga instruktor me përvojë të policisë së Turqisë. E për t'i përgëzuar për këtë arritje, zyrtarët policor të mërkurën në kampin e njësive speciale erdhën përfaqësues shtetëror, por edhe nga ambasada e Turqisë. Ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sfeqlia falenderoi shtetin turk për ndihmën e treguar edhe ndaj institucioneve të sigurisë në Kosovë. I dëshmuar edhe në këtë rast ky kontribut i vazhdueshëm dhe i pa rezervë i Republikës së Turqisë dhe organizatave të saj ka mundësuar që përvojat më të mira të fituara nga policët të përcillen në çdo gjenerat të re të policisë Kosovës. Derisa e prori i tyre përgëzoi këtë njësi për profesionalizmin, siç tha ai, të treguar ndër vite. Është dëshmuar që nga ajo kohë deri më sot, në asnjë rast VIP, personat që ne kemi pas në mbrojtje, sigur ata në nivelit qeveritar dhe për delegacionet tuaj nuk kanë pësu asnjëherë ndonjë lëndim apo ndonjë incident gjatë përcjelljes që ne kemi pas vita. Që do të thonë që kemi njësi të përgatitur të pajisur dhe kogja mirë të disiplinuar. Kurse ambasadori turk tha se Kosova nuk konsiderohet vetëm partner, por edhe vëllai i natyrshëm i Turqisë, andaj mbështetja për institucionet e sigurisë nuk do të mungojë. Kosova bağımsız ve egemen bir... Në këtë aspekt, Turqia do të jetë gjithmonë pranë Kosovës për ta mbrojtur sovranitetin e saj, për ta ndërtuar shtetësinë e saj dhe në këtë aspekt institucionet e sigurisë janë shumë të rëndësishme. E falenderoj për punën e saj që e ka treguar organizata TİKA, policinë e Turqisë që ka mbështetur policinë e Kosovës. Teşkilatları çok önemli bir rol oynuyor. Në fund u ndan mirënjohje për instruktorët e policisë së Turqisë që trajnuan efektivet e policisë së Kosovës. Arkadaşımızı da davet ediyoruz. Po ashtu për përfundimin e trajnimit, certifikata u ndan edhe për pjesëtarët e njësisë së mbrojtjes së afërt.